miq, ditën e sotme skaton afati për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, që duhet të jetë emri i vendosur pra nga parlamenti, miratuar 1 muaj përpara se t'i mbarojë mandati Vjosa Osmanit që i skadon pra në 4 prill. Por çfarë do ndodh me situatën deri tani, ku kemi vetëm një kandidat, Glauko Njusa, nga opozita, asnjë, pra nuk kemi një kundër kandidat që të kemi një seancë të rregull, sikur tha dje kryetaria e Kuvendit, Arbolena Haxhiu, dhe seanca e djeshme u anullua, ndërkohë që sot Albin Kurti, kryeministri, ka deklaruar që do të shihemi pasdite, pas fjalës që mbajti në parlament për epopenë për nderimin e familjes Jashari. Por çfarë do ndodh sot, për këtë ne do të flasim me profesorin Selatin Toseri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ne vijmë edhe të bisedës që ne bëm para 2 ditësh, profesor, duket se ajo që ju thatë ndodhi dhe me shumë gjasa, po shkojmë ndoshta drejt zgjedhjeve të reja të parakohshme, qofse nuk do ketë një skenar tjetër. Ndërkohë që Vjosa Osmani, pra presidentja, ka deklaruar sot që është gati që dërgojë amendamentet në parlament për t'i miratuar sa më shpejt edhe presidenti zgjedhet nga populli. Pasi sipas saj, ajo është gati pra të futet në një garë të vërtetë, duke rrëzuar pretendimet e vetvendosjes që sipas shefit të grupit parlamentar i kishte mbledhur 30 firma për t'i dhënë mundësinë që të kandidojë. Por realisht, a ishin këto firma, pse nuk pranoi Osmani, apo ishte një kurs, sepse ajo thotë që futet në garë vetëm për të fituar. Pra çfarë po ndodh në këto orë të fundit përpara skatimit të afatit? Mendoj se gjithë kjo ka qenë një skenar lehtë i lexueshëm. Ne kemi ditë veç motit që Kurti nuk dëshiron që ti konstituoj organet, sidomos presidentin, edhe ashtu ndodhi. Ai e bëri një lojë politike me familjen Jashari. Për fat familja Jashari nuk pranoi. Aty deshi në një farë mënyre t'i vej para sfides Partinë Demokratike dhe Aleancën, por ata si duket i premtuan se do ta votojnë të gjithë zotin Murat Jashari apo kandidat tjetër nga familja Jashari, dhe kjo nuk ju duk e favorshme zotit Kurti, dhe ai mendzi priti që zoti Jashari të del me deklaratë të tillë që nuk pranon asnjë funksion, as në këtë rast presidentin, sepse nuk është momenti i volitshëm, edhe ata konsiderojnë se janë të popullit e nuk janë të asnjë partie politike. Ky është një veprim që veç e kemi thënë shumë i mirë, edhe mirë u bë që familja Jashari nuk hyrin në një kurs të tillë të rrezikshëm për Kosovën edhe për familjen Jashari. Kurti për momentin ai e sheh vetëm familjen Jashari që nuk mund ta qes nën veten e tij apo nën hijen e tij. Edhe ata dashti që ta përlyj me këtë pozicion, edhe pastaj këtë jetë faktori kryesor i Kosovës edhe i popullit shqiptar, mbetet numri 1. Këtë nuk e arriti fal inteligjencës, fal zgjuarësisë të profesorit Murat Jashari. Dhe tani çfarë ndodhi? Se Vjosa Osmani nuk do të jetë kandidate për presidente, këtë e kemi ditë moti. Kemi thënë që nga momenti kur zonja Jashari është drejtuar në kuvendit dhe popullit se Albin Kurti po lund bigjoz me ndërkombëtarët e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai moment e ka tronditur dhe nga ai moment zonja Osmani e ka humbur për krajen dhe është ditë që nuk do të jetë kurrë më presidente e Republikës Kosovës. Kuptohet në formën që e kemi se kuvendi, kur e zgjedh kuvendi i Republikës presidenten. Pastaj kanë pasuar edhe disa vizita të zonjes Osmani, e cila ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë ka shkuar në udhëtim
edhe zoti Kurti, i cili nuk është pranuar në shtëpinë e bardhë nga administrata Trump, ka bërë disa shëtime me lobistët shqiptar, me taksistët shqiptar, dhe 2 javë ditë qëndrimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar diken nga Kongresi, edhe një senator më duket, dihet takimet me kongresmen edhe senator, edhe unë të shkoj kështu nga pozitat qytetare, pa asnjë problem mund të takoj lider të senatit edhe të kongresit. Ajo nuk është asnjë problem. Dhe kjo sigurisht i bëri përshtypje edhe mendoj se takimet me Trumpin edhe mungesën e një fotografie të Kurtit me Trumpin është duke penguar zonja Osmani. Finalja arriti kur zonja presidente udhtoi në bordin e paqes në Davos, edhe aty u pa një afërsi e jashtëzakonshme në mes zotit Trump, presidentit Amerikan, edhe zonjës Vjosa Osmani, kjo e pengoi. Takimi i radhës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Trumpi komunikonte drejt për drejt me Vjosën Osmani, arrin finalen e urrejtjes patologjike të zotit Kurti me Vjosa Osmanin, edhe aty përfundoi mo edhe është ditë se cili njeri që merret pak me politikë është dashur ta di që zonja Osmani nuk do t'jetë kandidate e vetëvendosjes për të zgjedhur presidente. Kjo forma që këta po ja sigurojnë 36 nënshkrime ose 33 nënshkrime sa është thirr, kjo vërtet është një lojë e olt. Një lojë e olt sepse kjo profesor, sepse ata thonë që urdhë hajde se i ke 36. Tani Osmani ka frikë se bie në Kurt edhe shkon në garë dhe humbet. Po çfarë rëndësie ka nëse zonja Osmani i merr 36 dhe 50 nënshkrime nëse i merr. Kur ato nënshkrime janë të vetëvendosjes. A mendon që dikush që kur të vjen procesi votimit, ata të njëjtë që ja kanë dhënë nënshkrimet për kandidim, do ta votojnë zonjën Vjosa Osmani? Absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe kjo është vetëm të garanci Osmani nga i parashtrim që ju bë? Po e din zonja Vjosa Osmani, e din se çaq njohuri edhe çaq politik, bile unë mendoj që është më e shkallta për momentin politikane në Republikën e Kosovës. Andaj themi se në këtë rast është tentohet të mashtrohet, por këtë sigurisht se zonja Osmani nuk e han, edhe ajo, po të ishte në nivel të detyrës, që nesër do të shpallte zgjedhjet e lira pa marrë parasysh a mbahet kuvendi apo nuk mbahet kuvendi. Më duket se e ka gati dhe emrin e subjektit, lista shpresa, nga guxon tek shpresa. Po, është diskutuar, ajo nuk mund të ketë një subjekt, një propozim sa për ta pas, por informatat të ne rrjedhin se LDK-ja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Social-Demokrate dhe një parti eventuale e re, e zonjës Vjosa Osmani, do të jenë në koalicion me njëherë pas përfundimit të shpalljes, sepse zonja Osmani në momentin që t'i shpall zgjedhjet me njëherë pas shpalljes zgjedhjeve, ajo mund të duhet patjetër të largohet nga presidenca, domethënë një muaj ditë më herët. E kemi një rast që tani ish kryetari i gjykatës kushtetuese ja ka hapur një shteg vetëvendosjes për të ankimuar në gjykatën kushtetuese edhe për ta prolonguar, për ta shtyr afatin e zgjedhjeve. Atë që bisedonim ne se këta do të mundohen të gjejnë se çdo vakum ligjor për të prolonguar edhe për të mbetur me qeverinë detyrë, për të mbetur pa president ose presidente, edhe kështu të vazhdoj amullia e Kosovës pa institucione
sepse problemi më i madh i zotit Kurti janë vazhdimi i bisedimeve me Serbinë edhe realizimi i plot i marrëveshjes së Ohrit, gjë që është një problem i madh për Kurtin, sepse ajo do ta vej zotin Kurti para tradhtisë kombëtare. Sepse aq e rënd është marrëveshja për Mitrovicën e Veriut, sot që atë barë ashtë rënd, Albini nuk është në gjendje në asnjë mënyrë ta çojë atë peshë të rënd e cila ja ka vu vetes në aneks marrëveshjen e Ohrit. Prandaj këtë dëshiron që sa më shumë të prolongoj edhe në zgjedhjet e ardhshme eventuale të cilat bëhen, ai nuk dëshiron në asnjë mënyrë më t'i merr 51% votave, por dëshiron më pak vota në mënyrë që të ardhmen të ndaj pushtet me cilën don nga subjektet opozitore, edhe në një farë mënyre të mundohet që barrën e udhëheqjes së bisedimeve ta lë qoftë në presidentin, qoftë në kryeministrin, i cili mund të jetë si rezultat i një koalicioni të mundshëm në të ardhmen, sepse ky vetë e den. Me që po thoni profesor, deri vitin tjetër nuk besoj se kemi stabilitet me këtë skenar. Jo, sigurisht nuk do të kemi me këtë skenar, kjo skenari më i keq i mundshëm, sepse unë kam thënë edhe atë pa marrë parasysh unë çka mendoj politikisht për zonën Vjosa Osmani. Në këtë rast është dashur Vjosa Osmani të jetë kandidate, me që e ka pas edhe gatishmërinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që të qëndrojnë sallë përkundër asaj që 4-5 deputet të deklaroi që pse jo. Po, jo 4-5 deputet të LDK-s në asnjë mënyrë nuk do ta votonin, por këtë do ta kompenzonte zoti Ramosh Haradinaj, edhe zonja Vjosa Osmani. Po bëjnë 18 për qëndruar në sallë, 10 nga LDK-ja edhe Ramoshi. Do të qëndronte PDK-ja, nuk do të qëndronte edhe 4 deputet minimum, nuk do të qëndronin të LDK-s, por 80 vota gjithsesi do t'i kishte në kuti zonja Vjosa Osmani, edhe ajo do të bëhej edhe një herë presidente, por këtë e hetoj edhe e dinte zoti Kurti dhe nuk deshi ta bëj, por shkon nëpërmjet Glaukut, i cili u provua edhe me rastin e kryeministrit, edhe atëherë ishte shumë më lehtë që të votohej, edhe ishte shumë më mirë për opozitën ta votonin kryeministër zoti për 6 muaj, edhe tani të vinim procesin që erdhëm, por atë nuk e bëri, sepse nuk kishte strategji opozita, siç nuk e ka edhe sot, se po gabon jashtëzakonisht shumë, sepse ndoshta edhe do të duhej ta votonin edhe t'ja lenin patatën e nxehtë komplet lëvizjes vetëvendosje, por ja që opozita në vërtet është e papërgatitur, nuk kanë strategji edhe bëjnë gabime të tilla të cilat vërtet nuk falen. Sot mendoj që Kurti do ta kryejë një formalitet, do të provoj ta ul kuvendin në orët e pasdites, sigurisht në ora 19, sepse Sali Zyben do ta qes kandidat, kundërkandidat. Sali Zyben, sepse atë Sali Zyben e kanë joker për kësi gjona, do t'ja qes kundërkandidat zotit sa për ta mbushur kushtin ligjor që duhet të jenë 2 kandidat, edhe pse kjo është gabim, sepse kur u zgjedh zoti Paculli s'ka pas kundërkandidat, por ja që është bërë një praktik dhe tani kërkohet që të ketë edhe kundërkandidat, dhe në sallë unë jam i bindur që do të jenë vetëm 66 vetë, edhe nuk do të ketë mundësi të vazhdoj, ose në rundin e parë ka mundësi edhe të qëndrojnë, por kur të shohin që nuk i mori, se në rundin e parë do të jenë, përveç që do të jenë 81 vota në kuti, dohet 2/3 komplet ata ta votojnë presidentin. Dhe nuk ka gjasa t'i merë komplet, në rundin e dytë ata nuk do dalë, nuk do të rrinë, sepse pastaj i mundsohet që të shkohet në rundin e tretë dhe me 60 vota pra zgjedhet presidenti. Kështu që ka mundësi të filloj mbledhja kuvendit. To duhet bëhen gjitha sot. Po, sot, të kryet rundi parë,
të kryet rundi parë, kur të shohin se pas rundit parë nuk I mori votat, të qëndrojnë në rundin e dytë, sigurisht nuk do të qëndrojnë, sepse pastaj ka mundësi që në rundin e tretë ti kemi 61 vota, por edhe nëse I kemi 61 vota, përsëri edhe në rundin e tretë 81 vota duhet me qenë në kuti. Dhe nëse s'janë 81 vota në kuti, edhe pse I merr 61 vota, atëherë nuk konsiderohet I zgjedhur presidenti I Republikës. Sepse zakonisht është tonë që nëse në sallë qëndrojnë, nuk kanë pyetje me qëndru në sallë. Në sallë mund me qëndruar 120, por nëse nuk votojnë, nëse nuk I kemi vota në kuti, konsiderohet procesi I pakryer edhe nuk mund të zgjedhet presidenti I vendit. Po, a ka një specifikim çfarë ndodh nesër e tutja? Është e përcaktuar që shkohet automatikisht zgjedhjet e reja? Presidentja, jo, presidenti tani unë thashe e ka vënë dyshim zoti Enver Hasani se e ka dhënë një far vakumi kushtetues që gjëja ka mundësi nëse nuk përfundon mbledhja e filluar, ka mundësi ajo të vazhdoj në tutje në një mbledhje tjetër edhe kështu të shtyhet ky proces për 60 ditë. Domethënë nëse ky e shtyn për 60 ditë, normal që do t'i afrohet asaj kohës kur kë mendon fundi korrikut edhe fillimi gushtit ta ketë edhe një herë një rund zgjedhor në mënyrë që jo të fitoj tani 51%, por të fitoj spaku 40% votave, sepse unë jam I bindur me përjashtimin e zonjës Vjosa Osmani dhe një koalicion I mundshëm mes të LDK-s, Vjosa Osmanit, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ky subjekt I ri, koalicion I ri, do të ketë mundësi të kaloj 30% të votave. Atëherë, ku I merr këto vota? Ku të dhe nisur? Ky subjekt I merr komplet të lëvizjave të vendosje, derisa PDK-ja në një koalicion të mundshëm të parkut tjetër opozitar mund të mbetet në këtë kohë, apo sigurisht mund t'i ofrohet 25% edhe PDK-ja, LDK-ja me grupin e Vjosa Osmanit edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës edhe PSD-n mund të shkoj mbi 30%, kështu që në secilin rrethon vetvendosja edhe pse mund të jetë e para me 33-4%, edhe nëse mbahen zgjedhje në fillim të gushtit, megjithatë do të jetë e para, por nuk do ta ketë mundësinë ta zgjedhë qeverinë e vetmuar dhe do të jetë I imponuar koalicioni. Dhe në këtë rast, unë besoj që nëse opozita arrin të ketë e përbashkët ma shumë se 50% të votave, ata do të ta përmirësojnë gabimin që e kanë bërë në zgjedhjet e shkurtit vitit kaluar dhe ta bëjnë një koalicion edhe ta formojnë nga opozita apo jo, partit fituese, se atëherë nuk do të kemi opozit, por partin fituese do ta lënë jashtë procesit, edhe në këtë mënyrë do të zgjedhet qeveria nga edhe organet e shtetit nga parku opozitar I sotëm, I cili sigurisht në cilat do zgjedhje. Edhe të jashtëzakonshme nëse këtu mbahen brenda 45 ditëve tani, edhe në zgjedhjet që ky planifikon pa Vjosa Osmanin, zoti Kurti nuk do të jetë në gjendje kur më ta ketë 50% e votave siç I pat në zgjedhjet e dhjetorit. Gjithë ky skenar na nxjerr ndoshta në faktin që mund kemi së shpejti Vjosa Osmani kandidate për kryeministre nga ky pol I ri opozitar që mund krijohet. Ndërkohë që aktualisht me gjithë këtë arsyetim, Glauko Njusa sërish përdoret ashtu si për postin e kryeministrit, edhe një herë tjetër dhe do të jetë jashtë, pra thjesht I përdorim. Në këtë radhë pa kohësh. Ashtu mendoj, zoti Glauko Njusa po përdoret, po keq përdoret, edhe na vjen keq prej një njeriu që vjen nga fshati im, e kam bashkëvendas, edhe vërtet rrjedh nga një familje e jashtëzakonshme patriotike,
shqiptare edhe të ndodhë blau konjumsa që kështu të mbush vakume apo të përfshihet kaq keq në lojrat e Albin Kurtit, vërtet kjo nuk na ka hije. Derisa ajo që thatë ju pse amandamentet jetë të gatshme për të shkuar kësaj radhe, unë nuk besoj që do të ketë mundësi të kalojnë ato amandamente, sepse zonja Vjosa Osmani nuk ka kur, sepse nëse ajo e përdor autoritetin e saj që ligjor, ajo veç nesër unë jam i bindun që do ta shpërndaj Kuvendin e Kosovës pa marrë parasysh që mund të kontestohet kjo nga gjykata. Pra, kryetarja e shtetit, presidentja mund ta shpallë shpërbërjen e parlamentit në çdo moment. Në çdo moment, ashtu e thot kushtetuta, momentin që 30 ditë para afatit të daljes së mandatit të presidentes, nuk zgjedhet presidenti i ri, vendi shkon në zgjedhje. Kjo është pa marrë parasysh që paragrafet e tjera ka mundësi, megjithatë duhet shfrytëzohet ky nen i kushtetutës. E thaj sot në parlament edhe në raport me Kurtin, pra tregonte që ka një luftë hapur të heshtur, por lufta është hapur. Lufta është e hapur, por sot Vjosa Osmani as nuk do të jetë kandidate, as nuk do të ketë mundësi të propozohet, sepse ajo nuk do të pranoj që të jetë në një listë që propozohet në raport me dalë në konkurencë për 66 votues të zotit Konjufsa, sepse ata uniform 66 vota do t'i ketë zoti Konjufsa, derisa zonja Vjosa Osmani nuk do t'i merë as votat e opozitës, kështu që as nuk do të qëndrojnë. Po herën e fundit ka pas kundër kandidat Osmani? Asnjë dykyja nuk qëndron sallë nëse Vjosa Osmani kandidohet bashkë me zotin Konjufsa. Domthonë, kjo nuk është një politikane aq naive sa që ta pranoj një kandidim. Dolën edhe ato këshilltarët e zonë Meliza Haradinaj, edhe një administratore zyre së zonjes Osmani dhe u deklaruan se kjo është mashtrim dhe zonja Vjosa Osmani nuk ka marrë kurrë premtimi për t'ja bërë votat, por edhe nëse ja bojnë nënshkrimet, ajo nuk pranon që të dalë në konkurencë apo në raport me zotin Konjufsa, sepse dihet paraprakisht rezultati që zoti Konjufsa i merr votat. Edhe pse unë them që zoti Konjufsa e meriton para zonjes Vjosa Osmani të bëhet presidente, me shiqun gjitha aspektet, por ja që momenti është i tillë që zoti Konjufsa po përdoret si levë për të plotësuar idetë e mbrapshtat të zotit Kurti, jo për ta quar vendin zgjedhje, por për ta pasur edhe një herë një qeveri në detyrë, e cila pastaj do të veprojë me buxhetin në formën si ka vepruar për një vit të tërë, duke shpërndar lëmosh, duke shpërndar para Kurti, duke rritur inflacionin, duke bërë veprime të cilat tani veç e ka para po edhe rrogën e 13 në muajin mars, në momentin që ka premtuar rrogën e 13 për 85.000 punëtor të sektorit publik, administratës shtetërore, nga ai moment o ditë që zoti Kurti po kalkulon që edhe një herë të blej vota masovikisht kësaj radhe nga punëtorët e administratës shtetërore, që nuk janë pak, janë 85.000, ata 85.000 kanë antarë të familjes, vetëm 50% të tyre po t'i dhejës kjo farë pune, atëherë del se Kurti do të ketë blerje masovike të votave nga qytetarët kësaj radhe edhe nga administrata publike. Por, sigurisht, jam i bindun që tani ai do të arsyetoj dhe për shkak të inflacionit, rritjes çmimeve, për shkak të luftës, do të ndaj edhe një lëmosh tjetër të parave të nënat lehona, të fëmija, pastaj do të ndaj edhe të kategori tjera,
të veteranëve të luftës e kështu me radhë, dhe në këtë mënyrë ai një 300 milionësh buxhetit do ta përdor drejt për drejt për blerje të votave, në mënyrë që Spaku të merr 40% votave në secilin rast, sepse 51 nuk i intereson mo, nuk e don. Unë po çuditem nga analistët, nga politika, se si po mendojnë që Kurti po shkon në zgjedhje për të fituar më shumë. Kurti po don me shku në zgjedhje për të fituar më pak, sepse kë nuk është i denj ta menaxhoj këtë votë të qytetarëve, sepse edhe është i pazoti, edhe është i paditur, edhe e din mirë që ministrat që i ka, 20 ministrat, i ka njerëzit më të dobët, për të cilët unë i garantoj që një qeverisje shumë ma kompetitive, një qeverisje shumë ma teknokrate, ma të dishme, unë do t'ja jepja prej fshatit tim që i ka vetëm 1000 banor. Edhe të gjithë sektoret do t'ja jepsha doktorat shkencës, e jo me tallje si që është Dimal Basha, e si që është Andin Hoti, njerëz të padishëm, njerëz që nuk meritojnë, edhe djetë dashti të kalkuloj edhe me një familje emblematike të zotit Ukshin Hoti, i humbur që e dini sigurisht, djali i tij është Andini, por Andini provoj të thrirë në telefon dykëne aleancën dhe t'i marr premtime nga ata për votat eventuale, por ja që i treguan ata se votat të zotëri nuk mund të marrë, se babaj ishte krejt diçka tjetër, e Andini është një djalë i ri, i padenj, i paaft, për të udhëhequr edhe atë ministrinë e familjes që ja kanë besu ati, e lere më ta udhëheq presidencën e vendit. Edhe diçka, profesor, në rast të një përballje kokë në kokë në popull, nëse ndodh skenar hipotetik mes Vjosa Osmanit dhe Glauk Konjusës, si e parashikoni rezultatin? Për të ditur dhe sensibilitetin e popullit tani për Vjosa Osmanin, sepse ka pas një fushatë sociale, pra duket sikur është momenti i saj. Unë mendoj që edhe një përballje drejt për drejt te qytetarët, mendoj që e fiton Glauk Konjusa. Po këto kandidim, propozime që jo Thaçi e të tjerët për president? Ja, Thaçi nuk ka shansa, Thaçi nuk besoj që shpreh gatishmërinë, sepse për ndryshe po ta kishte atë gatishmëri. Për ta vazhduar aty ku e la ndoshta. Ja, Thaçi nuk do të ketë, ai do të ketë nevojë për rehabilitim, pushim në momentin kur ai në qershor apo në korrekt, kur ta merr verdiktin nga gjykata. Unë mendoj që edhe tash kjo procesi dytë gjyqësor që po zhvillohet ishte vërtet një tallje, një diçka e paparë në gjykatat ndërkombëtare, ajo çka thuhet aty, me çfarë mesazhe manipulohet, vërtet është për të ardhur keq që kemi një gjykatë të tillë në nivelin ndërkombëtar, edhe kemi tallje të tilla me gjyqësinë ndërkombëtare. Mendoj që gjykatësit janë qaq të ngritur intelektualisht, edhe janë aq të shkolluar sa që zotin Thaçi edhe tjerët do t'i lirojnë, edhe ata djem, ata burra do të marrin vendim lirues, sepse nëse ka rënë në këtë nivelin e prokurorisë të speciales, edhe të dëgjojmë dëshmi të tilla vërtet që të dhem koka dhe nuk ke durimin të ndëgjosh, po të zhvillohej një gjyq i tillë në nivele lokale, komunale, janë vërtet mizerje. E lere më në një gjykatë ndërkombëtare, edhe pse i thuhet e Kosovës, ajo është gjykatë tribunal ndërkombëtar i Hagës, që nuk po le shumë për të dëshiruar, edhe vërtet është Alloj Thaçi, veç keq përdoret emri i tij, përndryshe nuk do të kishte pranuar kurrë nga kjo pozitë që ai ta merr presidentën. Eventualisht, nëse zgjedhjet shkojnë ma vonë, ka korriku Gushti, ka mundësi edhe që të kaloj ligji që presidenti të zgjidhet me votë qytetare, atëherë edhe jam i bindur që do të ishte një konkurrencë e madhe mes Thaçit edhe zotit Konjusa, derisa Vjosa Osmani do të bënte një konkurrencë, por asesi
nuk do të fitonte, sepse pjesa e madhe e votave që i ka marrë Vjosa janë të lëvizjes vetëvendosje. Maksimum 100.000 vota kanë qenë të kaluarën. Tani, edhe pse shihet në për rrjetet sociale një përkraje jashtëzakonshme e zonjës Vjosa Osmani, megjithatë, nga rrjetet sociale ne nuk mund ta marrim bindjen se zonja Vjosa Osmani e ka përkrajen. Ajo mund të jetë përkraje në rrjetet sociale 1.000, 2.000, 5.000 njerëz, por asese të shkoj shifra mbi 100.000 vota që mund të merr kjo zonjë e nderuar, them, që kohëve të fundit ka shëndritur me këto takimet e fundit edhe me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kur më shumë nuk i ndash Kosovës se sot, por kjo frika ime është pse zoti Kurti nuk po i don marrëdhëniet e mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sot na del lajmi vet nga Albin Kurti që e ka angazhuar si këshilltar të tij Mustafa Bajramin, një njeri që i takon islamit politik. Keni fjalën për Hoxhën? Po, Mustafa Bajramin e ka angazhuar sot këshilltar të tij. Kjo vërtet unë nuk e kuptoj se si ka mundësi të bashkëjetoj një ekstremizëm i thellë islam në anën tjetër me një parti centraliste, komuniste, me përcaktime të një Kosove autoritare e cila i gatuhet për fat keq nga këshilltarët majtist, edhe në anën tjetër këshilltarët fetar. E ka brenda radhëve të veta Ysamettin Ferrajn. E dini nga Shqipëria një njeri që unë nuk e kuptoj, komunist edhe islamist. Në anën tjetër, ky zoti Bajrami është i njëjtë, e ka atje anën tjetër Elvis Hoxhën, Dejona Mihalin, edhe atje Bojkena Bazin, të cilët e përfaqësojnë një komunizëm të Shqipërisë gjatë Gjitenver. Po këto ka ideologët. Është interesant ky konglomerat, kjo përzierje e islamit politik me të majtën ekstreme me të cilën manipulon zoti Kurti, unë nuk di si do të bashkjetojnë, si do të bashkëveprojnë. Kur dihet që krejt Kosova, të gjithë shqiptarët e dinë që zoti Kurti është ateist. Si ka mundësi një ateist të bashkëjetojë, të bashkëveprojë, përveç nëse që i kanë qëllimet e përbashkëta shkatërimin e Republikës Kosovës, duke e çuar në një drejtim të lindjes së mesme ose të shteteve të paktit të Bashkimit Sovjetik, të Rusisë edhe të Serbisë. Mos e ka marrë për konfliktin, se më duket Mustafa është afër zhvillimeve lindjes mesme, ka studiuar më duket në Egjipt, diçka e tillë. Po, është shkolluar në Egjipt, por nuk i dohet fare, nuk ju ka dosht fare, se ai të tillë ka mjaft. Ka pas mjaft aty në radhët e deputetëve, ka mundur të angazhojë cilin do. Por Mustafa Bajrami është i njohur për idetë e veta, për politikat e veta, për përkrajen e hapur që i bëhet tani Iranit në luftën me Amerikën, me Izraelin, një njeri që është afërsisht i barabart me Visar Korenicën, i cili dikur kërkonte zhdukjen e Izraelit, njëjtën formë, edhe ky zoti Mustafa Bajrami ka njëjtat ide, dhe këtë ta ketë ofër, ta ketë këshilltar, zoti Kurti vërtet kjo nuk i bën nder Kosovës edhe të ardhmes tonë euroatlantike. Këtë nuk ka të drejtë ta i rrezikoj. Pra po thoni jo vetëm kundër linjës amerikane tani Kurti, por edhe kundër Izraelit. Po, Kurti edhe kundër Izraelit, pa marrë parasysh që shumë mirë doli me përkrahje zoti Konjufca. Por a keni ndëgju kryeministrin që ka dalë një përkrahje t'ja bëj Izraelit edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Doli Glauku, por si duket Glauku edhe në Hag 2 herë ka shku pa koordinim me zotin Kurti,
edhe tani, unë mendoj, që edhe loja kur e ka propozu për kryeministër, ka dasht ta djeg Glaukun, por edhe kësaj radhe, po dën me djeg, e ka kartë që e hedhë sa herë dën ta dopsoj pozicionin e tij, sa ai e din sigurt që zoti Konjufsa nuk do të zgjedhet kryetar i Republikës Kosovës, dhe kështu dy herë. Një herë e djegi, por që di pse pranon zoti Konjufsa. Sikur ai njeri ka një lloj frike që nëse nuk është deputet, nëse nuk është dikon në institucionet e Republikës Kosovës, ai pastaj nuk mund të jetoj. Nuk mund të jetoj sepse s'ka si duket profesion tjetër. I mungon profesioni tjetër dhe tani ai duhet bëhet mosh e zotit Kurti ta vej të mbyll vrima kudo që i hapën Kurtit. Po tani Kurti ka shumë vrima. Nuk mund të mbyll më vetëm me Glaukun, sepse tjerë nuk i kanë mbetur. Ai e ka vetëm edhe Glaukun që në një farë mënyrë duket si një figurë unifikuese, por në fakt nuk është i tillë dhe Konjufsa është në rrugën e njëjtë si të Vjosa Osmanit dhe Kurti dëshiron që në një farë mënyrë ta izoloj, edhe në një farë mënyrë ta përlloq, ta përbaltnoj edhe figurën e Kurtit, i cili ka 250.000 vota qytetare, si njeri në listë të gjerë, i dyti apo i treti, kur në histori të Kosovës nuk ka ndodhur që njeri tjetë më i votuar se zoti Glauku, dhe kjo e pengon zotin Kurti, sepse e sheh si mundësi që çdo herë kur ai ka mundësi të humbë përkrahjen, zoti Konjufsa mund ta zaventësoj dhe mund ta marrë pushtetin mbi te, dhe ai këtë nuk e duron. Ai e ka thënë edhe publikisht. Unë e përcaktoj zotin Konjufsa në kryeministër përkohësisht 6 muaj. Vetë 6 muaj, se ma shumë jo, 6 muaj na kena me remement çfarë fyrje. Edhe unë kjo më befason të e njoh mirë dhe Glaukun, se si pranon, pse pranon ai intelektual, ai djali i zgjuar, ai njeri me prejardhje shumë të ndritur. E çuditshme pak se është shumë pasiv, më shumë pret se çfarë do i vi. Është shumë pasiv më duket. Më shumë pret se çfarë do t'i vi. Jo ta kërkoj. Kush ka po mendon Glauku? Po, për Glaukun mendoj që më shumë më duket mua sikur pret se çfarë i vjen, jo ta kërkoj diçka. Ai e ka refuzu, fillimisht e refuzoi kur këta dolen të kërkojnë një kandidat tjetër. Andinin, Justina Shiroka Pulen, kryetaren e Akademisë Shkencave, u përmend edhe emën tjetër, ky përsëri sepse dashti të tërheqet, por si pranoi ai përsëri brenda 48 orëve, kthehet përsëri në listë, unë nuk mujta me marrë me mend. Por megjithatë ai e din më mirë, është politikan, le t'i bëhet punë të veta, por mendoj që kjo po e çon jo vetëm atë, por edhe vetëvendosjen në theqafje. Unë thras popullin shqiptar. Kosova është në rrezik. Kosova është në rrezik të futet në ujëra, të cilat e çojnë drejt autoritarizmit, edhe e çojnë drejt bllokut lindor. Andaj të kenë kujdes me rastin e votimit, zgjedhjeve të cilat do të vinë shumë shpejt, që gjithsesi të shpërndajnë votën edhe të kërkojnë alternativa më të mira të vetëvendosjes, sepse kjo parti, ky lider nuk është në gjendje ta menaxhojë shtetin edhe për 4 vitet e ardhshme, sepse veç e shohim se ka dështuar për 5 vite që i lam pas. Profesor, unë falenderoj shumë për bisedën dhe nga gjithë ajo që ju thatë, duket sikur ne kemi shumë për të folur në vazhdim. Presim nesër presidentja t'i shpall zgjedhjet e parakohshme. Vendimi më i mëshëm që mund ta bëj zonja presidente dhe t'jap dorëheqje me njëherë nga opozita, pa marrë parasysh se çka thot kushtetuesia. Të falenderoj shumë, profesor.